Tani u bën disa seanca, zotë kryetar, që parlamenti po mblidhet në kushtet e një shtetërrethimi. Qindra forca policie, 10 makina të blinduara, bllokojnë dhe një nga lagjet më të frekuentuara të Tiranës, vetëm që të garantojnë sigurinë e deputetëve që të mos goditen me vezë. Tani pyetja ime për ju, zotë kryetar, por edhe për të gjithë është edhe sa kohë do vazhdoni kështu? Janë dhe 3 vite deri në përfundimin e kësaj legjislature. Nëse nuk e keni kuptuar që kjo sallë ka humbur legitimitetin, më vjen keq për ju. Por nuk është vetëm kjo sallë, po bëhet viti që Edi Rama është kryeministër në mandatin e 4. Nuk ka qeverisur një ditë të vetme në këtë një vit. Disa muaj mbasi ju gëzua mandatit të ri, plasi skandali Balluku, ndryshoi gjysmën e qeverisë. Është kështu apo jo? Dhe kur mendoi se kishte futur të gjitha në një xhep, po i kontrollonte të gjithë, madje mendoi se ju shkel edhe syri nga shtëpia e bardhë për shkak të investimit të Zvërnec, ndodhi protesta më e madhe qytetare që ka ndodhur në 35 vite. Dhe në vend që të hapni veshët se çfarë po ndodh, po e sulmoni siç po ndodhi sërish sot nga kryetari i grupit Balla. Duhet të kuptoni një gjë, kjo qeveri jo vetëm që ka humbur legitimitetin, por tashmë është dhe një kurs përplasje me Bashkimin Evropian. Nuk ka ndodhur që Parlamenti Evropian të mblidhet jashtë radhe dhe me shumicë dërmuese të miratojë rezolut që detyrojë Shqipërinë të ketë moratorium për zonat e mbrojtura. Dhe doli dhe në dokument që ndryshimet me porositë të vitit 2024 Bashkimi Evropian i ka kusht të panegociueshëm për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Edi Rama thot është ligji më i mirë i bërë ndonjëherë. Tani pyetja është kjo: do zgjedhim Ramën me dhunë në pushtet, apo do zgjedhim Bashkimin Evropian, se nuk mund të shkojnë të dyja. Dhe nëse ju vazhdoni të mbani vesh të mbyllur, nuk është vetëm çështja e legitimitetit, se është e sigurt që një ditë do ikni nga pushteti dhe është e sigurt që do ikni me turp, por do dëgjoni dhe thirrjen tjetër të protestuesve që nuk e shmangni dot. Edi Rama spak ju. Nuk do e shmangi dot Rama përballën me drejtsinë, sepse ky është një iluzion që ju mendoni se ja hodhët. Dëgjoni protestuesit, nuk ka bërë vaki që 50 ditë rresht rinia shqiptare të mbushë sheshet si asnjëherë, të kërkojë një ndryshim sistemi dhe të kërkojë një Shqipëri të re. Dhe mos u kapni pas parullave që u duken sikur janë ngritur giotina në mes të bulevardit afër kopshtit Eden të kryeministrit. Respektoni të rinj shqiptar dhe nëse vërtet mund të ruani pak sa cipën, minimumi që mund të bëjmë është ta shpërbëjmë të parlament dhe të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Pranojeni këtë fat. Zoti Kapri, po dhe kolegët e tjerë, ka kaluar 1 orë e çarek dhe nuk po fillojmë dot rendin e ditës. Fjala procedurë është një e drejtë e pamohueshme, natyrisht, mund ta merrni sapo e kërkoni, por ka dhe ca detyrime. Fjala procedurë duhet të jetë për procedurë, pra për rendin e ditës, për votimin e tjera. Me ndonjë përjashtim të vogël, gjithë fjalët tuaja deri tani kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë fjalime politike apo madje edhe thirrje anarkiste si kjo e fundit e juaja, por nuk hyn në përmbajtje sepse është drejta juaj. Ju lutem, ju e konsumuat kohën, e kam më shumë në efekt për efektet e tjerëve. Mund të thuhen shumë të vërteta ose të pavërteta, por duhet të thënë në procedurën e duhur. Kjo nuk është hapësira për të vërtetat tuaja. Ju keni të vërtetat tuaja, qëndroni me to, nuk futem unë aty. Ju lutem, respektoni Kuvendin e Shqipërisë, respektoni rregullorën. Zoti Gjek Markaj. Faleminderit zoti kryetar. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm, ndonse një koleg tha që mos flasim paraprakisht, mendoj që është detyra jonë të flasim paraprakisht për reformën territoriale. Ju lutem shumë, i referohem edhe etikës personale dhe gjithë secilit, mos e konsideroni reformën territoriale si një atentat ndaj opozitës. Reforma territoriale e konceptuar në këtë mënyrë është atentat ndaj Shqipërisë. E provuar në vitin 2014-2015 beshtoi. Nuk duhet ndodhë përsëri një gjë e tillë. Shqiptarët, për nga historia, kanë një lidhje të fortë me territorin dhe kjo vihet re kudo, tek albanologët, tek udhëtarët, të cilët e konsiderojnë këtë lidhje faktori etik në mbrojtjen e gjuhës dhe nacionalitetit. Dje dhe pardje në portale pranë qeverisë
pash një lajm i cili shpresoj shumë të jetë i rrem, i pavërtet, sepse do të ishte një provokim i madh për krahinën e Mirditës, ku mendohej të shkrihej dhe t'i bashkangjitej krahinave të tjera. Duhet ju kujtoj që kur nuk kishte Shqipëri, kishte Mirdit. 500 vjet identitet në përpjekje me perëndorinë otomane më shumë se çdo krahin tjetër e Shqipërisë. Shqiptar dje, shqiptar sot, katolik dje, katolik sot. Me këtë nuk duhet provokoj asnjë sentiment fetar, se çdo kush është në drejtën e shenjtë të besojë tek Zoti në mënyrën që do, por nuk mund të zhbehen identitetet kulturore, religjioze, etnike, nuk mund të provokohen krahinat e Shqipërisë për efekt elektoral për të shërbyer Partisë Socialiste. Faleminderit. Faleminderit Zoti Tritan Sheu për procedurë. Ju lutem qëndrojeni procedurës, sepse do të jemi detyruar të kthehem te rendi i ditës. Janë edhe 10 kërkesa, por me sa duket kërkesat nuk janë procedurë. Thjesht keq përdoret një hapësirë e rregullores. Dakor, do ta keni mundësinë, dakor. Por nëse nuk janë procedurë, unë do ta ndërpres fjalën. Faleminderit. Zoti Sheu. Faleminderit. Zoti kryetar, mos respektimi i procedurës sjell shpeshherë dëme të mëdha, jo vetëm thjesht seriozitet parlamentit, por dhe probleme që ka ky vend. Do përmend 2 raste. U bë muaj që ne kemi sjell këtu projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gender. Ndërkaq vazhdon terapia hormonale apo spakën. Dokumentacione shpërndahen në institucionet publike e fëmijëve prej moshës 13 vjeç e gjysmë për ndryshimin e gjinisë. Krim kundër njeriut, krim kundër njerëzimit, krim kundër të ardhmes ky. E stimuluar kjo, pa dyshim, nga propaganda Soros apo nga ideologjizmat LGBT, të cilat ju detyrojnë ju të bllokoni atë projekt ligj të vinë në parlament, e keni futur një herë në ditë, e hoqët, caktuar datët, dhe s'po ndodh asgjë. E keni bllokuar në komisione, nuk po e silli dhe kërkoni ta zhdukni kështu. Pse? Se keni frikë nga këto instrumenta që duhet që ju detyrojnë juve të bllokoni një projekt ligj të tillë kaq të rëndësishëm. Ndërsa ligjin famkeq për barazinë gjinore, pra për zëvendësimin e gjinisë biologjike me atë ideologjike, e kaluat me vrap. Pse? E bë të gjë duke krijuar në këtë mënyrë një krim kundër shoqërisë shqiptare, familjes së shenjtë për bërë nga burri dhe gruaja dhe fëmijët, të ardhmen së kombit tonë. Kjo është ku nuk respektoni procedurën. Lutem duar përgjigje për të punë. Ju kam kërkuar disa herë. Çfarë do bëhet, si do bëhet, kur do kaloj? E kam për detyrë ta kërkoj, ju e keni për detyrë përgjigjeni. Ashtu si keni krijuar një dëm të madh Shqipërisë me bllokimin e rezolutës sonë që kemi sjell vite përpara për denoncimin, dënimin e genocidit serb në Kosovë. E bllokuat atë për vite, nuk e sollët këtu, derisa zëvendësuam disa shprehje të një deklarate që kaluam për liderët e UÇK-s, e pa mjaftueshme krejtësisht ajo. Ndërsa rezoluta vazhdon të jetë në sitarët tuaja. Ndërkaq ministra serbe, duke marrë guxim qeveria serbe nga pikërisht nga pasiviteti dhe nga bllokimi dhe i parlamentit shqiptar, mbron genocidin serb në Kosovë dhe thotë që do ta zbatoja, sepse pastrimi etnik është genocid, nuk është asgjë tjetër. Dhe prapë kërkohet të minimizohet kjo situatë nga qeveria, nga institucionet, bllokohet dhe komisioni i jashtëm në kalimin e kërkesës tonë për të dënuar atë akt të pashëmbull të një ministre serbe, dhe ndërkaq rezoluta jonë për dënimin e genocidit serb në Kosovë vazhdon të jetë e fshehur diku, e zëvendësuar disa herë nga ne, po prapë e pasjelltu. Krim kjo, krim mos zbatimi rregullores dhe i procedurave, krim pasojat e saj. Faleminderit. Zoti Xhelal Mziu, më pas zoti Bujar Leskaj. Qëndrojeni procedurës, ju lutem. Në fakt fiks për procedurë do flasë zoti kryetar, për një çështje shumë të rëndësishme si që është reforma territoriale, po kalojmë çdo ditë iniciativa personale të kolegëve të majt deputet, madje kemi anashkaluar dhe grupet e interesit në këto propozime, por 2 reformat më kryesore
reforma territoriale dhe reforma zgjedhore, të cilët janë më delikate dhe që e kanë bërë Shqipërinë, ku në një raport të fundit të Eurostat, në Shqipëri në fundin e vitit 2025, pothuajse ishte barazuar numri shqiptarëve që ishin jashtë Shqipërisë me ato që janë në Shqipëri. E nëse ne i referohemi edhe këtyre 7 muajve, jam absolutisht i bindur që Shqipëria nuk është më në Shqipëri, por shqiptarët janë jashtë Shqipërisë. Dhe kjo vjen vetëm për 2 arsye. Për shkak të reformës zgjedhore, ku nuk vendos vota e lirë, por vendos vota e korrupsionit, dhe pse ka filluar më shumë se sa 7 apo 8 muaj, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim, dhe reforma territoriale. Ka 7 muaj që është bërë reforma territoriale, është dita sotme dhe dita e njëjte, dhe ndërkohë bashkëkryetari ose kryepatronazhisti i Partisë Socialiste dhe i votave të qytetarëve shqiptar, as nuk e vazhdon komisionin, as nuk e luan rolin e funksionimit të këtij komisioni shumë të rëndësishëm për qytetarët shqiptar, as nuk e sjell në seancë për të shtyr afatin, por del në media të ndryshme duke e trembur qytetarin shqiptar, do të shkrijë Mirditën, apo do të shkrijë Dibrën, apo do të shkrijë Mallakasën, apo të tjerë njësi vendore, dhe harron që Shqipëria është bërë etalioni më i keq i funksionimit të pushtetit vendor. Ishte varmise reforma territoriale e 2015-s, në të cilën sot ne kemi rekord të banorëve për njësi vendore, dhe në vend që të shkojmë tek ajo çfarë kërkojnë qytetarët shqiptar, për të patur minimalisht 90 deri në 116 njësi vendore që janë kërkesa të ardhura nga baza, del kryepatronazhisti i partisë suaj ose Mazniku dhe 3 qytetarë shqiptar që do ta ulë numrin e këtyre bashkive për ta kthyer si ato të Enver Hoxhës në 26 komitete apo në 36 komitete, dhe ajo që e vuan janë qytetarë shqiptar. Sot Shqipëria është në situatën më kritike. Ndaj zoti kryetar kërkoi me procedurë të përshpejtuar zgjatja e afatit dhe ndërkohë Komisioni i Reformës Territoriale të punoj dhe gjatë muajit korrik dhe gjatë muajit të gusht që të bëhet e mundur që në zgjedhjet e ardhshme ne të kemi një reformë në të cilën për shkak konsulencës që ne duhet bëjmë dhe vendet e Bashkimit Evropian apo dhe të Kongresit të autoriteteve rajonale evropiane të... Përfundoni, ju lutem. Edhe 1 minutë. Vazhdo pra. Për shkak të konsulencës që ne duhet marrim tek këto institucione, ne duhet të provojmë një reformë territoriale që të shërbejë qytetarëve shqiptar. Kemi më shumë se sa 30 apo 40 bashki të cilët kërkojnë për dalur në bashkim vete, kemi më shumë se sa 15 bashki të cilët nuk duhet bashkohen me bashki tjera, ndaj dhe ne kërkojmë që të zgjidhet kjo. Bota e ka zgjidhur me referendum, ne të paktën duhet ta zgjidhim me konsulencën e ndërkombëtarëve dhe me dakorsinë e dy palëve. Faleminderit. Faleminderit. Meqense zonja Ledina Lolli është në sallë, ju urojmë ditëlindjen në emër të gjithë deputetëve, kolegët deputet. Edhe zoti Orsi Komici, nuk besoj se gabon databaza, ju urojmë ditëlindjen. Atëherë vjojmë me zotin Bujar Leskaj. Në pas zoti Berisha. Zoti kryetar, protesta për procedurë, për rendin e ditës. Zoti kryetar, protesta qytetare ka hyrë në ditën e 51. Është një protestë masive qytetare paqësore, është një protestë me kërkesa të forta, kërkesa të drejta, kërkesa që në rast të parë meritojnë vëmendjen e institucioneve të Shqipërisë, meritojnë vëmendjen e qeverisë dhe më kryesore meritojnë vëmendjen tonë. Vëmendjen tonë si kuvend, vëmendje institucionale. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi që 51 ditë ju si kryetari kuvendit nuk po ushtroni ndikimin tuaj tek grupi mazhorancës, tek drejtuesit e tjerë të mazhorancës që të futen, të vendosen në rendin e ditës kërkesat e drejta të protestës qytetare. Kërkesat të cilat janë përcjell nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike edhe në mënyrë zyrtare. Zoti kryetar, është shumë urgjente, rendi ditës duhet të ketë vetëm një kryefjalë këtë periudhë, përderisa të zgjidhen këto kërkesa. Abrogimi i 4 ligjeve,
paketës së maleve, ndryshimin në ligjin për trashëgimin kulturore, për zonat e mbrojtura, për investimet strategjike, duhet i vazhdojmë diskutimet pastaj të hapura për kodin e ri zgjedhor. Sipas kërkesave qytetare, duhet të vazhdojmë diskutimet dhe për ndarjen territoriale, sipas kërkesave të qytetarëve. Zoti kryetar, populli është në shesh, është në protest, dhe në rast se ne, si deputet, quhemi në bazë të kushtetutës që jemi përfaqësues të popullit, këto kërkesa kemi detyrime të diskutojmë. Këto kërkesa duhen futur me urgjencë në rendin e ditës dhe të vazhdojmë të diskutojmë pa pushim. Pse jo, edhe për gjatë muajit gusht. Unë sinqerisht se edhe ato detyrimet partijake kanë një kufi. Ore, në fundit, Edi Rama nuk është Enver Hoxha, që ta keni ju kaq frikë. Asë drejtuesit e tjerë, nuk janë Mehmet Shehu e Kadria Zbiu. Zoti kryetar, në bazë të ndërgjegjes tuaj, ju duhet të ushtroni autoritetin të fusni kërkesat e qytetarëve. Po ju kujtoj këtu që ju po shkelni edhe nenin 2 të kushtetutës. Neni 2, pika 2.1 dhe 2.2 thot që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Dhe populli, neni 2.2, e ushtron sovranitetin drejt për së drejti ose nëpërmjet përfaqësuesve të tij. Në rast se ne, si përfaqësues të popullit, ju si drejtues i kuvendit, nuk jeni të zot të shqyrtoni kërkesat e popullit, atëherë populli është shumë në të drejtën e tij të i ushtrojë drejt për së drejti, të ushtrojë drejt për së drejti ato fuqinë e tij, fuqinë që ja jep kushtetuta, ja jep neni 1, neni 2 dhe gjithë kushtetuta në kompleksin integral të saj. Zoti kryetar, unë kërkoj që ju t'i thërisni ndërgjegjes tuaj. Përfundoni, ju lutem, po. Edhe 1 minutë. Le ta mendojmë për një moment të 3 funksionet e deputetit. Po, jemi përfaqësues të qytetarëve. E dyta, artimi i ligjeve, funksioni i ligjvënës. E treta, funksioni i mbikëqyrjes së qeverisë. Ja po e marr për një moment fal punës suaj dhe të drejtuesve të grupit. Pikën 2, artimin e ligjeve ju e bëni në mënyrë të përkryer, po e marr që po e bëni shumë mirë. Po i bëni një pyetje ndërgjegjes tuaj. Po përfaqësimin e qytetarëve që shprehen në sheshe me ato kërkesa, si po e realizoni? Po mbikëqyrjen e qeverisë, si po e realizoni? Fusni në rendin e ditës mocionin që ka kërkuar opozita. Mos komprometoni. Faleminderit. Zoti Leckaj, unë nuk mund të fus në rendin e ditës sipas dëshirës apo emocioneve apo thirrjeve politike nga një deputet shumë i nderuar në foltore. Ka një procedurë, të lutem, ta mbaroj fjalën, mund ta kem dhe gabim. Mund ta kem gabim, por unë kështu veproj me një libër quhet Rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë. Sipas rregullores dhe kushtetutës ka një procedurë se si shqyrtohet një projekt ligj, si hartohet, si përcillet, si propozohet, kush e fut në rendin e ditës, si shkon në komisione e tjera. Unë nuk kam asnjë mundësi që për emocionin e një deputeti ta kënaq duke futur me një tagër që nuk e kam një pikë në rendin e ditës. Megjithatë, kjo është shumë gjenerike, sepse e vërteta është që të gjitha projekt ligjet që ju përmendni këtu dhe që janë propozuar nga grupi i parlamentar i Partisë Demokratike dhe që lidhen me çështjet që ju përmendët, janë përfshirë në kalendar dhe komisionet janë të lira, nuk i pengon askush, madje rregulloria jep gjithë hapësirën, ti shqyrtojnë, ti miratojnë dhe ti fusim e njerë në seancë. Kjo vepron në mënyrë automatike, nuk është një çështje që varet nga vullneti i kryetarit të kuvendit. Nëse doni ta thoni për konsum të atyre që nuk e din rregulloren në të drejtën e vet, kjo është një gjë tjetër. Po sa herë ta thoni, unë aq herë do ta sqaroj, sepse duhet të kuptoj edhe opinioni i gjerë qytetar se asnjë projekt ligj nuk është propozuar apo penguar nga kuvendi. Ndiqni rrugën institucionale dhe patjetër t'i shqyrtojmë në seancë. Seanca vendos me vot, nuk ka asnjë hapësirë tjetër për të vendosur me vullnetin e kryetarit të kuvendit apo të një deputeti. Shumë faleminderit. Zoti Sali Berisha, për procedurë, ju lutem qëndrojeni procedurës. Sepse nuk mund të vi me kërkesë të një deputeti. Vjen
vjen sipas rregullores. E keni në kalendar sa po të përfundojnë komisione, unë jam i detyruar të afuz në seancë. Nëse s'ka kaluar në komision, në seancë nuk shqyrtohet dot.